Temperaturat e larta kanë rritur rrezikun e zjarreve, ndërsa azerfikset në Shkodër paralajmërojnë për kujdes të shtuar në përdorimin e bombulave të gazit, veçanërisht atyre 5 letra. Apeli u drejtohet si qytetarëve, po ashtu edhe bizneseve për të shmangur çdo pakujdesi që mund të sjellë pasoja. Tregojnë sa më të kujdesshëm në përdorimin e gazit. Gjatë gatimit, të jenë tepër vëmendshëm sepse gazi është shumë i rrezikshëm nëse nuk e menaxhon siç duhet. Do të kenë sensorin sinjalizues që dikton që ka rrjedhje gazi, të mbyllin mirë, kur mbarojnë punë të mbyllin mirë sa çeleskat, sepse një shkëndi, një ndezje çelësi, një ndezje cingarje, apo nëse ka pas rrjedhje gjatë natës aty, krijon shpërthim dhe rreziku është tepër i madh. Ndërkohë, kontrollet janë shtuar në zonën e Velipojës, ku gjatë sezonit veror rritet ndjeshëm aktiviteti i subjekteve dhe fluksi i pushuesve. Kemi një zyrë parandalimi që vazhdon dhe kontrollon në territorin e Velipojës. Pothuajse janë duke përmirësuar gjithë tani më e kuptojnë sepse janë të nevojshme për ata në radhë të parë herë pajisjet e mbrojtjes ndaj zjarrit, pastaj jo kërkon edhe ligji. Po që java ardhshme pritet të shënojë rritje të temperaturave, autoritetet kërkojnë vigjilencë maksimale nga qytetarët dhe bizneset, respektimi i masave të sigurisë dhe kujdesi në përdorimin e bombulave të gazit, mbeten thelbësore për të shmangur incidente dhe për të garantuar një sezon veror të sigurt.